Përmbytjet që përfshin rajonin e Shkodrës disa javë më parë shkaktuan dëme kryesisht në tokat bujqësore. Zonat më të prekura u regjistruan në tokat e në Shkodrës. Si rrëdhojë e shirave të vazhdueshme dhe pak ditë me diell në zonat e ulta të qarkut Shkodër kishte përmbytje tokave bujqësore, cilët disa ishin të mbjedhura me bim faragjere, disa ishin të mbjedhura me të lashta, të cilat pësundamin maksimal. Në përmbytjet më shumë të dëmshme ishin në zonën e Velipojës, në tokat e ulta. Rreth 50 hektar tokë mbjellur me grur u dëmtuan në Velipoj, benditur specialisti i bujqësisë Brahaj. Kultura e dëmtuar më tepër është kultura e grurit në zonën e Velipojës, janë rreth 50 hektar që janë dëmtuar përfundimisht 100%, sepse nikoi mjedhja e vonë e tokës dhe përmbytjet e zonë bimën në fazat e parë zhvillimit, në 1-2 gjethe ose në mbirje, e cila 100% e shkatroi. Ndërsa pritet të rinj puna për evidentimin e dëmeve të shkaktuara në kulturat bujqësore. Tani që ka ikë ujë nga tokat e përmbytura, është bërë një plan në bashkëpunim me bashkinë që dalin komisionet, grupet e vërtetimit, në verifikimit të dëmeve në këtë zona fermer për fermer. Akoma s'ka filluar puna realisht, na jena gatshëm si arab që specialistat tonë të jenë pjesë e grupeve të bashkisë. Krahas dëmeve shkaktuara nga rreshtet e zgjatura, pritet të ketë pasojë edhe në prodhimet bujqësore të këtij sezoni, pasi qëndrimi i tokave në ujë mund ndikojë në kulturat bujqësore.